Pse disa njerëz krijojnë miqësi lehtë, njerëzit thjesht I pëlqejnë. Edhe ty të pëlqejnë, por nuk je tamam I sigurt pse. Të tjerët nuk vihen re, nuk kanë shumë miq dhe e kanë të vështirë të flasin në situata të vështira. Një libër I shkruar pothuajse 90 vjet më parë ofron të gjitha mjetet që të nevojiten për t'i bërë njerëzit të pëlqejnë, për t'i bindur ata që të mendojnë, për t'i ndryshuar njerëzit pa shkaktuar pakënaqësi dhe për të ndërtuar miqësi të qëndrueshme. Jo faqe të pafundme teorie, por strategji të zbatueshme që mund të filloni t'i përdorni që tani në bisedën tuaj të ardhshme. Ky është një përmbledhje e librit të mrekullueshëm të Dalia Carnegie, si të fitoni miq dhe të ndikoni te njerëzit. Pjesa e parë, teknikat themelore në trajtimin e dikujt. Parimi I parë. Nëse doni të mblidhni mjalt, mos e përmbysni kosheren. Çdo budalla mund të kritikojë, të dënojë dhe të ankohet, dhe shumica e budallënive e bëjnë këtë. Dalia Carnegie. Ti je gjë tjetër veç se një gënjeshtar. Nuk mund ta besoj që mund ta bësh një gjë të tillë. Duhet të turpërohesh nga vetja. Ti nuk mendon kurrë para se të flasësh. Je shumë dembel. Ajo është gjithmonë në telefon, madje edhe gjatë takimeve. Ai nuk I dëgjon kurrë idetë e askujt tjetër. Ne të gjithë duam të ndihemi të dëshiruar dhe të rëndësishëm. Të kritikosh dik është e lehtë për t'u bërë, por është e kotë sepse gjithmonë I vë njerëzit në mbrojtje. Dikon në vetë vlerësimin e tyre dhe madje mund të shkaktoj pakënaqësi. Kur lind tundimi për të kritikuar dik, bëni një hap prapa. Mund të pyesni veten, cilat mund të jenë arsyet pas veprimeve ose perspektivës së këtij personi për të cilat unë mund të mos jem I vetëdijshëm? Kjo pyetje ju inkurajon të merrni në konsiderat rrethanat, sfondin dhe sfidat e mundshme të personit tjetër me të cilat mund të përballet. Në vend që të nxirrni përfundime të nxituara, përpiquni të merrni në konsiderat kontekstin e sjelljes ose vendimeve të tyre. Rreziku I kritikës është se ajo mund të krijojë pakënaqësi që zihen për vite me radhë dhe shfaqet në momentin më të keq. Në fund të fundit, shpërblimi afat shkurtër nuk ja vlen vuajtjes afatgjatë. Me pak fjalë, kritika zakonisht do të rezultojë vetëm në lëndimin e egos së dikujt dhe mund të bëjë që ata të mos ju pëlqejnë. Parimi I dytë, sekreti I madh. Jam vërtet mirënjohës për të gjithë përpjekjen që keni bërë në këtë projekt. Faleminderit që ishe gjithmonë aty kur kisha nevojë për ty. Mbështetja jote sot kishte shumë rëndësi për ekipin. Të bindësh dik të bëj diçka, duhet ta bësh të dëshiroj ta bëj atë. Njerëzit bëjnë gjëra për t'u ndjerë të vlerësuar ose të rëndësishëm, gjë që është një dëshirë e thellë njerëzore. Nëse mund ta plotësosh këtë nevojë, njerëzit do të duan. Merrni kohë për të reflektuar mbi cilësitë që admironi vërtet tek të tjerët. Gjithmonë pyeteni veten, çfarë mund të vlerësoj tek ky person? Mos harroni se vlerësimi I vërtet është I sinqertë dhe vjen nga zemra, jo vetëm si një mjet për të shërbyer interesave tuaja. Lajkat, nga ana tjetër, janë të pasinqerta dhe duhet të shmangen. Vlerësimi I vërtet. Prezantimi juaj ishte shumë interesant. Mësova shumë prej tij. Lajka, je prezantuesi më I mirë që kam parë ndonjëherë. Vlerësim I sinqert. Puna juaj e palodhur në projekt nuk ka kaluar pa u vënë re. Lajka, je I vetmi që mund ta kishte realizuar një projekt kaq të mrekullueshëm. Vlerësim I sinqert. E vlerësoj saktësinë tuaj të vazhdueshme. Lajka, je I vetmi që vjen gjithmonë në kohë këtu përreth. Lajka do të thotë thjesht I thuash dikujt atë që dëshiron të dëgjoj, se vlerësimi I vërtet vjen nga një gjendje mirënjohjeje e sinqertë. Lajka shpesh egzageron ose përgjithson, duke u dukur potencialisht e pasinqert. Parimi I tretë. Ngjallni tek personi tjetër një dëshirë të zjarrt. E vetmja mënyrë në botë për të ndikuar tek njerëzit e tjerë është të flisni për atë që duan dhe t'u tregoni si ta marrin atë. Dalia Carnegie, çdo veprim që kryen çdo person është për shkak të një dëshire, diçkaje që ata duan. Prandaj, nëse jeni të zgjuar, në vend që të flisni për atë që dëshironi, flisni gjithmonë për atë që dëshiron dëgjuesi juaj. Ndani një moment para se të flisni dhe pyeteni veten, si mund ta bëj këtë person të dëshiroj ta bëj atë? Gary Vaynerchuk, biznesmeni dhe autori I njohur, e kalon pjesën më të madhe të një interviste punësimi duke u përpjekur të përcaktojë saktësisht se çfarë dëshiron kandidati. Pasi gjen dëshirën e tij të vërtet, ai ndërton një vizion që kandidati ta përdorë atë dëshirë për të pasur sukses. Ai u shpjegon atyre se si kompania mund t'i ndihmojë ata të arrijnë qëllimet e tyre. Pastaj u jep atyre mundësinë të bashkohen me kompaninë dhe të bëhen pjesë e vizionit. Për të arritur qëllimet tuaja, përqendrohuni në ndihmën e të tjerëve për të arritur të tyre. Flisni për dëshirat e tyre dhe shpjegoni se si sugjerimet tuaja mund t'i ndihmojnë ata të arrijnë qëllimet e tyre.
duke u shërbyer të tjerëve pa egoizëm. Në fund të fundit mund të merrni atë që dëshironi. Bota është plot me njerëz që janë të shkathët dhe egoist. Kështu që individi i rrallë që përpiqet të shërbejë të tjerëve pa egoizëm ka një avantazh të madh. Dale Carnegie. Pjesa e dytë. 6 mënyra për t'i bërë njerëzit t'ju pëlqejnë. Parimi i parë. Bëje këtë tani. Ndihu i mirëpritur kudo. Mund të bësh më shumë miq brenda 2 muajsh duke u interesuar vërtet për njerëzit e tjerë, sesa mund të bësh brenda 2 vitesh duke u përpjekur t'i bësh njerëzit e tjerë të interesohen për ty. Dale Carnegie. Kur dikush na admiron, ne interesohemi për të. Merrni kohë dhe energji për të bërë gjëra të menduara mirë dhe vetëm mohuese që kanë rëndësi për të tjerët, siç është kujdesi i sinqert për ta dhe interesat e tyre. Të jesh vërtet i interesuar për dikë mund të çojë në më shumë miqësi në një kohë të shkurtër, sesa përpjekja për të bërë njerëzit të interesohen për ty mund të çojë në një kohë të gjatë. Në fund të fundit, nuk do të kemi shumë miq të vërtet dhe të sinqert nëse e vetmja gjë që bëjmë është të përpiqemi t'i bëjmë përshtypje njerëzve dhe t'i bëjmë ata të interesohen për ne. Përshëndetja e njerëzve me entuziazëm dhe kujtimi i ditëlindjeve të njerëzve janë 2 mënyra të lehta për të bërë miq. Ka më shumë të ngjarë që dikush të dëshirojë t'ju ndihmojë nëse tregoni interes të sinqert për të. Ka një botë ndryshimi në gjëra të vogla si kjo. Parimi i dytë, diçka e thjeshtë. Buzëqeshja juaj është një lajmtar i vullnetit tuaj të mirë. Buzëqeshja juaj ndriçon jetën e të gjithë atyre që e shohin atë. Theo Kani. Një buzëqeshje është një mënyrë miqësore dhe e ngrohtë për të lënë një përshtypje të mirë. Të buzëqeshësh e bën personin tjetër të mendojë me vete: më pëlqen, më bën të lumtur, jam i lumtur që të shoh. Një buzëqeshje është një mjet i fuqishëm që mund të komunikojë vullnet të mirë edhe kur nuk shihet personalisht, si PSH. Në telefon mund të ketë një ndikim pozitiv tek të gjithë ata me të cilët bie në kontakt. Edhe të huajt mund ta vlerësojnë qëndrimin tënd pozitiv. Nëse ndiheni keq, përpiquni të buzëqeshni, pasi kjo mund t'ju përmirësojë humorin. Mos harroni se lumturia nuk përcaktohet nga faktorë të jashtëm, siç janë ajo që keni ose me kë jeni. Përkundrazi, ajo përcaktohet nga mënyra se si mendoni dhe ndiheni nga brenda për këto gjëra. Të bësh një përshtypje të mirë fillon me një buzëqeshje. Parimi i tretë. Pa këtë jeni të destinuar për telashe. Emri i një personi është për të tingulli më i ëmbël dhe më i rëndësishëm në çdo gjuhë. Emrat e Dale Carnegie përmbajnë magji dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë. Emrat tanë zënë një vend të veçantë në zemrat tona, pasi ato janë vërtet tonat, duke na dalluar nga të gjithë të tjerët. Aftësia për të mbajtur mend emrat është thelbësore jo vetëm në arenën politike, por edhe në angazhimet biznesore dhe shoqërore. Pa dyshim, emri i një personi është tingulli më i ëmbël që mund të dëgjoj. Mjerisht, kur hasim emrin e dikujt për një moment, shumë prej nesh nuk bëjnë përpjekje për ta mësuar përmendësh ose për ta shqiptuar sakt. Si rezultat, ndihemi të turpëruar në takimin tjetër kur e shqiptojmë emrin e tyre gabim, ose duhet të pranojmë se ja kemi harruar emrin. Është e rëndësishme të zhvilloni sistemin tuaj për të mësuar përmendësh emrat, i cili është i përshtatur për mënyrën tuaj të bërit të gjërave. Mund të jetë aq e thjeshtë sa të shkruani emrin në momentin që e dëgjoni, ta lini personin ta shqiptojë atë për ju, të krijoni një histori të çuditshme në mendjen tuaj që ju kujton emrin e tyre ose në shumë mënyra të tjera. Gjetja e sistemit tuaj për të kujtuar emrin është çelësi. Parimi 4. Bëhuni një bashkëbisedues i shkëlqyer. Është në natyrën njerëzore që e goja jon të dëshirojë një dëgjues të interesuar, dik me të cilin të ndajmë historitë e jetës ose arritjet tona. Duke na vënë veshin, ju bëheni një prani e çmuar. Edhe individët marrëmiqësor mund të zbuten kur përballen me dëgjim empatik, shpesh duke e shpërndar zemërimin e tyre përmes aktit të qenit të dëgjuar. Nëse flisni vazhdimisht për veten tuaj, ndërprisni të tjerët dhe shpërfillni mendimet e tyre, populariteti juaj ka të ngjarë të zvogëlohet. Arti i bisedës kërkon më shumë se sa thjesht fjalë. Kërkon aftësinë e të dëgjuarit me vëmendje. Kultivoni kuriozitet të vërtet për të tjerët dhe bëni pyetje që ata do të kënaqen duke u përgjigjur. Me pak fjalë, inkurajoni njerëzit të flasin për veten, për vojat e tyre, fitoret e tyre dhe mos u përpiqni ta drejtoni bisedën drejt vetes. Ruajini historitë tuaja vetëm për kur të tjerët të kërkojnë t'i dëgjojnë. Ata do t'ju konsiderojnë një nga bashkëbiseduesit më të mirë që kanë takuar ndonjëherë. Parimi i 5. Si ti tërheqësh njerëzit për të qenë interesant, i interesuar. Dale Carnegie Theodore Roosevelt ishte i famshëm për aftësinë e tij për të folur për tema që i interesonin mysafirët e tij. Në mbrëmjen para ngjarjeve shoqërore,
Roosevelt kalonte orë të tëra duke lexuar rreth temave që ai e dinte se do të ishin me interes për mysafirët e tij. Zbuloni se për çfarë interesohet pala tjetër dhe pastaj flisni për këtë. Nëse nuk ju pyesin për interesat tuaja, mos i përmendni ato. Koha dhe përpjekja duhet i kushtohen kërkimeve paraprake mbi temat me interes. Komunikimi me njerëzit rreth vlerave të tyre ju lejon të fitoni një lidhje të ngushtë dhe një kuptim më të thellë të tyre. Me pak fjalë, flisni për gjërat që kanë më shumë rëndësi për ta, jo për ju. Parimi i 6. Bëjini njerëzit t'ju pëlqejnë. Menjëherë ekziston një ligj shumë i rëndësishëm i sjelljes njerëzore. Gjithmonë bëjeni personin tjetër të ndihet i rëndësishëm. Dale Carnegie. Një nga përvojat më të kënaqshme është të ndihmosh të tjerët pa pritur asgjë në këmbim. Kur i bëjmë të tjerët të ndihen të vlerësuar, ata presin me padurim ndër veprimin ton. Vlerësimi i sinqert ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Aktet e vogla të mirësisë dhe frazat e sjellshme si "më vjen keq që të shqetësoj" ose "a do të kishe problem" ndikojnë shumë dhe lënë një përshtypje pozitive të qëndrueshme. Për t'i bërë njerëzit të pëlqejnë, mos i shiko kurrë me përçmim të tjerët. Edhe nëse je si një kompanie nga lista e 500 tave të pasurisë, prano që shoferi i taksis ose kamarierja kanë pika të forta që i tejkalojnë të tuat në një farë mënyre. Përpiqu t'i bësh të gjithë të ndihen të rëndësishëm. Prano dhe festo këtë veçanti tek të tjerët. Një njohje e tillë e sinqert nxit një reagim pozitiv. Fol me njerëzit për veten e tyre dhe ata do të dëgjojnë me orë të tëra. Disraeli. Pjesa e 3. Si t'i bindësh njerëzit për mënyrën tënde të menduarit. Parimi i parë. E vetmja mënyrë për të nxjerrë më të mirën nga një argument është ta shmangësh atë. Një njeri i bindur kundër vullnetit të tij është ende i të njëjtit mendim. Dale Carnegie. Argumentet i ankorojnë njerëzit në mendimet e tyre, duke shkaktuar ndjenja negative. Fitimi i një debati shpesh do të thotë humbja e vullnetit të mirë të personit tjetër. Kur një person detyrohet kundër vullnetit të tij, i njëjti mendim mbetet në mendjen e tij. Ja disa sugjerime për të shmangur shndërimin e një mosmarrveshjeje në një debat. 1. Mirëprite mosmarrveshjen. Përdore atë si një mundësi për të mësuar diçka të re. 2. Rezistoni të qëndroni në mbrojtje. 3. Mos e humb durimin. 4. Dëgjo dhe pastaj përgjigju. 5. Kërkoni gjëra për të cilat mund të bini dakord. Emocionet në moment mund të krijojnë rezultate të padëshiruara. Për këtë arsye, vendosja e një barriere kohore midis mosmarrveshjes dhe diskutimit të problemit është gjithmonë e preferueshme. Organizohuni për të zhvilluar një diskutim në një kohë të mëvonshme ose të nesërmen. Si përgatitje, bëjini vetes pyetjet e mëposhtme. A është e mundur që kundërshtari im të ketë të drejtë? A ka ndonjë të vërtetë qëndrimi i tyre? A do të reagoj në një mënyrë që zgjidh një problem, apo thjesht do të lehtësoj frustrimin tim? A do t'i largoj ky diskutim, apo do t'i afroj më shumë me mua? Dhe së fundmi, a ja vlen për mua nëse e fitoj këtë argument, apo thjesht po ndërhyn egoja ime? Parimi i dytë, mos thuaj kurrë se je gabim. Nuk mund t'i mësosh asgjë një njeriu, mund ta ndihmosh vetëm ta gjej atë brenda vetes. Galileo. Nëse do një mënyrë për t'i dhënë një goditje të drejtë inteligjencës ose egos së dikujt, nxirr në pa gabimet dhe thuaj drejt për drejt se gabohen. Gjithmonë duhet të shmangësh t'i thuash drejt për drejt dikujt se gabohet. Në vend të kësaj, përdor fraza si "mund të gabohem këtu". Ndodh shpesh. Le t'i shqyrtojmë faktet. Këtu e keni larguar vëmendjen nga ato dhe e keni përqendruar vëmendjen tek faktet. Njerëzit do të jenë më mendjehapur ndaj diskutimeve në vend që të përpiqen të mbrojnë egon e tyre. Kini parasysh se gjestet ose intonacioni i zërit tuaj mund të përcjellin po aq mirë mesazhin se keni gabim, ashtu si fjalët. Kur kemi të bëjmë me njerëz, le të kujtojmë se nuk kemi të bëjmë me krijesa të logjikës. Kemi të bëjmë me krijesa të emocioneve, krijesa të mbushura me paragjykime dhe të motivuara nga krenaria dhe kotësia. Dale Carnegie. Shumica e njerëzve ndikohen nga paragjykimet e tyre dhe jo nga logjika. Ata shpesh rezistojnë ndaj ndryshimit të bindjeve të tyre. Diskreditimi i mendimeve të dikujt mund t'i heqë atij vetvlerësimin dhe t'ju bëjë një prani të padëshiruar në jetën e tij. Parimi i tretë. Nëse gaboni, pranojeni shpejt. Pranimi i gabimeve tuaja shpejt dhe qartë jo vetëm që parandalon konfliktin e mundshëm, por gjithashtu fiton respekt nga të tjerët. Nëse prisni reagime negative, është më mirë të merrni iniciativën dhe të pranoni gabimet tuaja sinqerisht sesa ta lini dik tjetër ta bëjë këtë. Shumica e njerëzve do të nxitojnë t'ju sigurojnë se nuk është as pak një problem i madh.
Mendoni për pranimin e gabimeve tuaja si një valvul sigurie në një tenxhere me presion. Kur presioni rritet, lirimi i valvulës mund të parandalojë një shpërthim. Parimi 4. Filloni në një mënyrë miqësore. Një pikë mjalt kap më shumë miza se sa një galon vrerë. Abraham Lincoln. Nëse dikush është shumë i zemëruar me ty, përfshirja e tij në një konflikt ball për ball vetëm sa do ta bëjë atë të bëhet më mbrojtës dhe armiqësor. Nëse je ti ai që është i zemëruar, çlirimi i ndjenjave do të bëjë të ndihesh mirë në një afat të shkurtër, por nuk do ta zgjidh problemin. Gjatë momenteve të tensionit emocional, përpjekja për të përdorur argumente logjike nuk do të funksionojë. Megjithatë, nëse zgjidhni një qasje të qetë dhe të butë, shpejt do të zbuloni se ata bëhen më të hapur dhe më të hapur për të diskutuar çështjen. Mund të thoni diçka si nuk bjem dakord, por jam i sigurt nëse ndalemi për një moment për të diskutuar dallimet tona. Ndoshta do të zbulojmë se nuk bjem dakord vetëm për disa gjëra të vogla dhe bjem dakord për gjithçka tjetër. Parimi 5. Bëjeni personin të thotë po menjëherë. Nuk ja vlen të debatosh. Është shumë më fitimprurse dhe shumë më interesante të shikosh gjërat nga pikpamja e personit tjetër dhe të përpiqesh ta bësh atë person të thotë po. Dale Carnegie. Përdorimi i fuqisë së pos në biseda mund të krijojë një ndjenjë hapjeje dhe pranimi tek homologu yt, duke rezultuar në një përgjigje pozitive neuromuskulare. Kjo është në kontrast të plot me qëndrimin mbrojtës të nxitur duke thënë jo. Nëse dikush fillon me jo, i gjithë trupi dhe mendja e tij janë të vendosura në refuzim dhe në modalitetin mbrojtës. Prandaj, qëllimi duhet të jetë shmangia e fillimit të çdo diskutimi me mosmarrveshjet tuaja. Kjo mund të arrihet duke përdorur metodën sokratike, një teknik që e nis dialogun nga një bazë e përbashkët dhe gradualisht lëviz në një territor të panjohur. Fillon me bërjen e një sër pyetjesh të thjeshta dhe të pranueshme për të krijuar një moment pozitiv. A mund të bjem dakord që po? A është e drejtë të thuhet po? Të kesh një moment, po rrit shanset për komunikim të hapur sapo diskutimi të arrijë tema konflikti. Parimi i 6. Lëre personin tjetër të flasë shumë. E zbulova krejt rastësisht se sa shumë ja vlen ndonjëherë ta lësh personin tjetër të flasë. Dale Carnegie. Kur dikush ankohet ose ju sjell një problem, lëreni të flasë vetë. Me mendje të hapur, dëgjojeni me durim atë që ka për të thënë dhe inkurajojeni të shprehet plotësisht. Ata shpesh do ta bindin veten për një zgjidhje. Shumica e njerëzve të suksesshëm kënaqen duke folur për vështirësitë e tyre të hershme. Le të ndajnë historitë e tyre me ty, i një audiencë e interesuar dhe do të fillojnë të pëlqesh. Miqt preferojnë të diskutojnë arritjet e tyre. Kur miqt na tejkalojnë neve, ata ndihen të rëndësishëm. Kur ne i tejkalojmë ata ndihen inferior ose ziliqar. Fol më pak për veten, dëgjo më shumë bashkëpunëtorët e tu dhe ata do ta vlerësojnë praninë tënde. Parimi i 7. Lëreni personin tjetër të ndjej se ideja është e tij. Askush nuk i pëlqen të ndjej se po i shitet diçka, ose po i thuhet të bëj diçka. Ne preferojmë shumë më tepër të ndjejmë se po blejmë me dëshirën tonë, ose po veprojmë sipas ideve tona. Dale Carnegie. Kur zbulojmë ide për veten tonë, kemi tendencë të kemi një nivel më të lartë besimi tek ato. Në vend që të ofroni një zgjidhje të shkëlqyer, sugjeroni një ide dhe lëreni personin tjetër të vendosë vetë. Sa herë që është e mundur, lëreni personin tjetër të marrë meritat për idenë, pasi kjo do të çojë në rezultate më të mira. Parimi i 8. Përpiquni të shihni gjërat nga këndvështrimi i personit tjetër. Nëse ka ndonjë sekret suksesi, ai qëndron në aftësinë për të kuptuar këndvështrimin e personit tjetër dhe për të parë gjërat nga këndvështrimi i atij personi, si dhe nga këndvështrimi juaj. Dale Carnegie. Aftësia për ta vënë veten në vendin e personit tjetër është thelbësore për t'u përballur me sukses me ta. Merrni një moment për të shqyrtuar perspektivën e personit tjetër kur t'i kërkoni herën tjetër të bëjë diçka. Nëse mund ta paraqisni idenë tuaj në ato terma, në vend që ta paraqisni nga këndvështrimi juaj, shanset tuaja për sukses janë shumë më të larta. Ja disa shembuj. Baba dhe bir. Bir e di që ke pasur një ditë të gjatë në kolegj dhe do vetëm të relaksohesh, por nëse mund të më ndihmosh të laj enët dhe të hedh mbeturinat, kjo do të na jepte të dyve më shumë kohë për të parë atë film që doje të shikoje, dhe do ta vlerësoja shumë. Një mësues dhe një student. Hey Stacy, e kuptoj sa friksuese mund të jetë të flasësh hapur dhe të përgjigjesh pyetjeve para të gjithë klasës. Edhe unë isha njësoj kur isha në moshën tënde. Po sikur në orën tjetër të fillojmë nga e pakta, le të përpiqemi t'i përgjigjemi vetëm një pyetje për orë. Tingëllon e drejt. Parimi 9. Jepu njerëzve dhe mshuri.
është dëshira më themelore e secilit të ndihet i kuptuar dhe i pranuar. Shumica e njerëzve janë produkt i mjedisit të tyre me të meta që janë jashtë kontrollit të tyre. Më poshtë është një frazë e shkëlqyer për të zvogëluar ndjenjat e këqija dhe për t'i bërë njerëzit të ndihen, nuk të fajsoj as pak që ndihesh ashtu siç ndihesh. Nëse do të isha në vendin tënd, pa dyshim do të ndihesha pikërisht njësoj. Njerëzit dëshirojnë simpati. Ata do t'ju duan për të nëse ua tregoni atyre. Parimi 10. Apeloni për motive më fisnike. Kur kërkoni të ndikoni ose të bindni të tjerët, apelimi për motivet e tyre më fisnike dhe trajtimi i tyre me respekt mund të japë rezultate pozitive. Duke ditur që individët kanë një konsiderat të lartë për veten dhe u pëlqen të shihen si të respektueshëm, të drejtë dhe altruist, mund t'i formuloni argumentet tuaja në një mënyrë që përputhet me vlerat dhe idealet e tyre. Ja një shembull i keq. Jane, a mund të përballosh 5 telefonata të tjera me klient çdo javë? Ja një shembull i mirë. Mendoj se do të ishte e drejtë nëse do të ndryshonim vendin e atyre që merren me telefonatat e klientëve. Në këtë mënyrë, të gjithë marrin një pjesë të barabartë të ngarkesës së punës dhe askush nuk ndihet i mbingarkuar. Çfarë mendoni ju? Parimi 11. Dramatizoni idetë tuaja. Vetëm thënia e një të vërtete nuk është e mjaftueshme. E vërteta duhet të bëhet e gjallë, interesante dhe dramatike. Duhet të përdorësh aftësi shfaqjeje. Dale carnegje. Bëji idetë tua të paharrueshme duke i dramatizuar ato në mënyrë krijuese. Për shembull, kur bin një mik të bashkohet me një udhëtim ecje në natyrë, tregoi foto ose video mahnitse nga ecjet e mëparshme për të ndezur interesin e tyre. Kur diskuton një projekt të ri me një antar të ekipit, përdor mjete ndihmëse vizuale si diagrame ose prototipa për t'i ndihmuar ata ta kuptojnë më mirë vizionin dhe të bëhen më entuziast. Mbani mend, përfshirja e shisave dhe emocioneve të tjerëve, përmes pamjeve vizuale dhe rrëfimit të historive, mund ta bëjë mesazhin tuaj më tërheqës dhe më të kuptueshëm. Parimi 12. Merrni përsipër një sfidë. Paratë dhe faktorë të tjerë të jashtëm mund të mos jenë aq motivues sa vetë puna. Në fund të fundit, dëshira për të shkëlqyer dhe sfida e konkurrencës i nxisin individët e suksesshëm. Kur u përball me punëtor jo produktiv, Charles Schwab përdori një strategji unike për të përmirësuar performancën e tyre. Ai e pyeti menaxherin e fabrikës se sa produkte kishte prodhuar turni i tij. Dhe me të dëgjuar numrin 6, Schwab shkroi me shkumës një numër 6 të madh në dysheme. Turni i natës, duke parë këtë numër, synonte ta tejkalonte atë dhe e ndryshoi në 7. Kjo çoi në një konkurrencë midis turneve, duke rezultuar në rritje të produktivitetit. Pjesa e 4. 9 parime për leadershipin dhe si t'i ndryshosh njerëzit pa shkaktuar pakënaqësi. 1. Filloni me lavdërime. Filloni me lavdërime dhe vlerësim të sinqertë. Kjo i bën njerëzit më të hapur ndaj kritikave konstruktive. Për shembull, raporti juaj është hulumtuar me të vërtet mirë. Një përmirësim i vogël këtu mund ta bënte atë edhe më të mirë. Së dyti, kritika indirekte. Theksoni gabimet në mënyrë indirekte. Zëvendësoni but-in me dhe për ta mbajtur bisedën pozitive dhe konstruktive. Të dëgjuarit e fjalës ndryshon mënyrën e të menduarit të njerëzve. Jemi shumë krenar për ty, Brad, por nëse do të punoje më shumë, mund të merrje nota shumë më të mira. Provo në vend të kësaj. Jemi shumë krenar për ty, Brad, dhe nëse vazhdon të përpiqesh më shumë, notat e tua do të arrijnë nivelin që duhet të jenë. Ndryshime të vogla në gjuhën tonë mund të bëjnë një ndryshim të madh. 3. Pranoni gabimet tuaja. Kur jepni kritika, ndani gabimet tuaja. Kjo krijon një atmosferë bashkëpunuese dhe i bën të tjerët më të hapur ndaj këshillave. Më besoni, kur isha në moshën tuaj, kisha vështirësi me përmbushjen e afateve. Ja një strategji që më ndihmoi mua dhe mund të funksionojë edhe për ju. 4. Sugjeroni, mos urdhëroni. Formuloni kërkesat tuaja si sugjerime dhe jo si urdhra. Në vend që të bëni këtë dhe atë, provoni, a mendoni se mund ta provojmë? A do të ishte më mirë të? Unë sugjeroj që ta provojmë. Sugjerimet nxisin kreativitetin dhe bashkëpunimin. 5. Lërini të tjerët të shpëtojnë reputacionin. Merrni parasysh ndjenjat e të tjerëve dhe lejojini ata të shpëtojnë reputacionin nëse lindin gabime. Mos i bëni ata shembull para kolegëve të tyre. Ja një shembull. Vura re disa gabime të vogla në dokument. Ndoshta mund ta shqyrtojmë së bashku pas takimit që ta bëjmë të përsosur. 6. Lëvdata të përzemërta. Nëse vini re përmirësime, jini bujar me lëvdatat tuaja. Kjo i motivon njerëzit dhe i ndihmon ata të lulëzojnë. Mund të përdorni fraza si:
je përmirësuar vërtet në këtë fushë. Vazhdo punën e shkëlqyer. 7. Jep një reputacion të mirë. Caktoni një reputacion të mirë për të jetuar sipas tij. Njerëzit shpesh përpiqen të përmbushin pritjet që ju vendosni për ta. Për shembull, nëse dëshironi që një projekt të përfundojë në kohë dhe pa gabime, mund të thoni diçka si: "Gjithmonë e kam admiruar vëmendjen tuaj ndaj detajeve dhe përmbushjen e afateve kohore. Ky projekt mund të përfitojë vërtet nga ato pikat tuaja të forta." 8. Inkurajojeni dhe thjeshtojeni. Përdor inkurajimin për t'i bërë të metat të duken të lehta për t'u korrigjuar. Trego besim në aftësitë e të tjerëve për t'i frymëzuar ata të përmirësohen. Unë besoj se ke një talent të lindur për këtë. Me pak më shumë praktik, do ta zotërosh atë shumë shpejt. 9. Bëji ata të lumtur. Bëjini të tjerët të lumtur të bëjnë atë që sugjeroni. Theksoni se si ndryshimet do t'u sjellin dobi atyre. Mund të thoni diçka si: "Mendoj se kjo qasje mund t'i sjellë vërtet dobi ekipit dhe, sapo të përfundoj, do ta bëj ngarkesën tuaj të punës shumë më të lehtë." Çfarë mendoni? Duke integruar këto 9 parime, mund të udhëheqni në mënyrë efektive, të krijoni një mjedis pozitiv dhe produktiv dhe të ndryshoni mendimet e njerëzve pa shkaktuar pakënaqësi. Nëse ju pëlqeu kjo përmbledhje se si të fitoni miq dhe të ndikoni te njerëzit, shikoni disa nga përmbledhjet tona të tjera këtu.